Besoj që shumica prej jush e keni parë këtë videon këtu. Të dy zjarfikësve që shpëtuan jetën e një zonje. Ku njëri prej tyre është edhe babai im. Realisht dua që t'ju falenderoj nga zemra të gjithë njerëzit që kanë marrë nga koha e tyre për të shkruar një fjalë të mirë, për të dhuruar sado pak dashuri dhe për të mbështetur emocionalisht të njerëz të cilët kanë me vërtet shumë punë të vështirë dhe që i duhet her pas here të rrezikojnë jetën e tyre për të shpëtuar jetë të tjera. Dhe në fakt ju më keni thënë mua që ka akoma njerëz të mirë si babai yt, por unë mendoj që për aq kohë sa ka dhe njerëz që vlerësojnë punën e tjetrit dhe japin një mesazh dhe një fjalë të mirë, sepse ndonjëherë mjafton edhe vetëm fjala e mirë për të kuptuar se çfarë zemre të mirë që ju keni. Dhe thënë kjo, duke qenë se babai im i ka dhënë disa intervista dhe ka treguar për situatën dhe ndjesitë që ai ka pasur në ato momente, dhe që unë juftoj që t'i shikoni, dhe patjetër që do ketë edhe komente negative, nuk mungojnë. Unë duke qenë se kam 2 vite eksperiencë me këtë punë, di shumë mirë që çfarëdo lloj video që të shohin në internet njerëzit, me patjetër do jenë 2-3 kokra që do japin mendimin e tyre negativ mbi këto video që shohin në internet. Qoftë kjo edhe një video e një zjarfiksi që tenton që të shpëtojë një grua të moshuar nga flakët. Dhe dikush duhet merret me këtë dhe më ka rënë takserati mua, çfarë të bëjmë? Pyetja e parë dhe më e rëndësishmja, pse nuk ishte uniform zjarfiksi? Ç'janë këta zjarfiksa pa uniform? Në fakt u pa qartë që zjarfiksat kishin uniforma, nuk e se nuk kishin uniforma. Por përveç babit tim dhe më duket edhe 2 zjarfiksave të tjerë që ishin jashtë orarit të punës dhe janë detyruar që të rikthehen në punë për shkak të këtij rasti emergjent që ndodhi. Dhe përveç këtyre zjarfiksave të tjerë, unë dua pak që të sqaroj që babi im në fakt nuk është zjarfiksi. Domethënë që të merret me fikjen e zjarreve. Babi im është shef sektori, që do të thotë ai merret me mbikëqyrjen dhe koordinimin e zjarfiksve. Sepse normalisht në një operacion të tillë duhet jetë me patjetër dikush që merret me këtë punë. Dhe në këtë rast ishte babi im, i cili ishte me uniformën e punës, ishte me këmishë, nuk ishte këmishë dasme siç kanë thënë disa. Ishte këmisha e punës, sepse ajo është uniforma e tij. Por në rast se kur ai e shikon të arsyeshme që kanë nevojë njerëzit për ndihmën e tij, patjetër që përveç profesionit që ai ka, është edhe pak njerëzore që mendoj që kushdo që do dëgjonte që ka një grua të moshuar në katin e 5 dhe një njerëz thjesht po tishte, do ishte ngjitur në ato shkallë dhe do kishte shkuar që të merrte zonjën. Sepse është instinkt, është njerëzore. Në një moment që zjarri po përshkallëzonte në mënyrë të frikshme, po dishte çdo gjë që kishte përpara. Nuk ka kohë dhe mendje njeriu që të shkojë të marrë dhe të vishet me uniformë. Pavarësisht se unë si bija e tij do doja shumë që të kishte veshur jo një uniformë, po 10 uniforma vetëm që babai im të ishte i sigurt dhe i mbrojtur në atë situatë që po binte çdo gjë nga lartësia dhe ai edhe kokoren që ai kishte ja dha asaj zonjës, që bëri shumë mirë, por unë si fëmia e tij që po e shikoja, po më dritej zemra që mund të binte çdo gjë nga lartësia dhe mund të përfundonte në fatalitet. Dhe edhe pse këto të gjitha ndodhen, sërish kishte njerëz që e gjykonin që pse nuk mori këtë uniformën e famshme. Se ai në fakt nuk e donte jetën, e donit ju më shumë jetën e tij. Nëse. Një koment tjetër interesant, e bëri për show. Domethënë kjo ngjarje përfundoi mirë, le të themi, me disa dëmtime shumë të vogla, por me sa duket babai im do ketë një kontratë me Zotin që e dinte shumë mirë që do dilte shëndoshe mirë nga ky operacion. Dhe shkoi atje që të bënte show dhe po shikonte te kush nga kamerat po pozonte më mirë, që të dukej sa më bukur në video. Po mirë e zëm sikur e bëri për show. I dha dhe helmetën e tij zonjës që ta bënte tamam atë show, i dha dhe atë përqafimin sepse normalisht në ato momente që ke zjarrin aty afër dhe mund të të marrë